Përshëndetje. Tema e kësaj videos është Bitcoin. Shumë veta më kanë kontaktuar privat në TikTok edhe në email dhe më kanë kritikuar se une nuk jam në dijeni se ç'kam të fol, se Bitcoin do të jetë një ditë një kriptovalutë e cila do të sundoj botën. Dhe shumë veta më kanë kritikuar shumë ekstrem duke mu sqaruar në email ose në TikTok se une nuk e kam dijeni se ç'kam të fol, se une nuk jam për këtë sen dhe une po foli shumë pa lidhje. Së pari duhet të qartësojmë disa sene. Bitcoin përpara se të listohet në exchange, me thon ka 5 vjet Bitcoin i cili është duke i rritur publikun e vet. Bitcoin çdo muaj ka përfituar nga 30 dhe 40 milion dollar me faktin që Bitcoin vu ka shitur informacionet e juaja private. Do me thon ju kur e keni bërë regjistrimin për kyç në Bitcoin, keni dhënë pasaportën, adresën dhe emrin real dhe emailin. Bitcoin në këtë mënyrë ka përfituar 20, 30 dhe 40 milion dollar çdo muaj dhe Bitcoin kështu ka fituar çdo muaj parë. Do me thonë, për një muaj ka fituar 30 milion, muaj tjetër përsëri 30, muaj tjetër përsëri 30, përsëri 30. Bitcoin për 5 vjet ka fituar 1 miliard dollar ka bërë fitime personale. Po ashtu, ato kanë përfituar edhe nga reklamat që ju kur keni hyrë dhe keni bërë klik në telefonin të juaj për të majnuar Bitcoin, dhe duke menduar se bëni mining në Bitcoin, Bitcoin e ka shfrytzuar atë rast dhe vu ka shpollur reklama Google Ads. Dhe në këtë mënyrë ato përsëri kanë fituar nëpërmjet platformës që kanë krijuar ata. Dhe fakti është që ju këtë informacion nuk i di. Dhe mas 5 vjet, do me thon 5 vjet i kanë mashtruar publikun dhe mas 5 vjet ato po dolin në një exchange i cili, ka dalë në exchange dhe mas 5 vjetëve do të me pasë çka kanë bërë. Kishin investuar ju, mas 5 vjetëve ato liston në exchange. Respekt për ju që keni fituar para, që keni fituar 2.000-3.000 dollar, ti keni fituar ju 5 vjet në një edukim në kripto, sot do të kishit jeni shumë të madhe dhe nuk do të varreshit prej Bitcoin a do të fitoni 2.000, 3.000, 5.000 dollar. Më në me pasë çka ka ndodhur me Bitcoin, më në me po këtu që Bitcoin prej në çmim që ka pasur në gati 8 dollar, sot është në 80 cent. Bitcoin nuk ka një projekt i cili është zhvilluar dhe ka një të ardhme të madhe. Siç e dim, të gjithë altcoinsat 90% do të zhduken. Dhe Bitcoin është njëra nga këto altcoinsat, nuk mund me qenë altcoins Bitcoin, se Bitcoin për mua është ende një mashtrim i cili do të dalë për mua është mashtrim, se 5 vjet i ke mashtruar njerëz dhe duke i shitur informacionet e personave privat dhe ti ke përfituar nëpërmjet këtij mashtrimi. Dhe me thënë, automatikisht për mua është mashtrim. Shumë veta kanë fituar, respekt kush ka fituar, por ju duhet të mësoheni si person ose si persona që të respektoni një mendim. Për mua Bitcoin ka qenë mashtrim dhe do të jetë mashtrim, pavarësisht se ju keni fituar 200, 300, 500 ose 1.000 dollar. Nuk ka kjo shumë rëndësi se sa keni fituar. Është, duhet të respektoni mendimin e një personi tjetër dhe duhet të informoheni më shumë se pse unë mendoj se pse është mashtrim, do të jeni më thellë kësaj teme, kësaj pune. Mujnë me pa këtu që Bitcoin është në 80 cent, edhe nëse Bitcoin një ditë ka përcen edhe Bitcoinin, edhe nëse Bitcoin një ditë ka vlerën 100.000 dollar, përsëri për mua do të jetë mashtrim, se prej fillim ka nisë me mashtrim dhe deri në fund do të jetë mashtrim për mua. Është personal mendimi jem. Shkruani në koment çka mendoni rreth kësaj teme dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe në YouTube, në chanelin ton Kriptovaluta Shqip dhe po ashtu në TikTok me bë like dhe me na ndjek. Faleminderit dhe mirupafshim te video në radhë.